Kjo kënga, hajta një jam në të formë, kam fjetë gjumë, u adoptova me Tiranën, jam shumë rehat, që hajtë fillojmë se djesë si kam qenë në Fandej, si rëmuj, si në gjumë, nuk kuptoja çfarë thoja, unë rrallë herë kuptoja se çfarë them, po dje kisha shumë të vështirë. Mirë se erdhët në Fandej, të gjithë followers, e kemi nisur me një këngë shumë pozitive në fakt, nëse gaboj Gjulja më bërtet në kufje, a është kënga me fundit e Shakirës dhe bicikleta e saj, në një kohë ku gjithë thonë nëse i dashurin nuk ka, thonë një makinë të fundit fare, X5, X6, në tjetër, më të mirë se kaq ka, si? Jaguar Porsche, më bët lëmsh, unë nuk e njoh makinat dhe futbolistët, të janë dy gjërat që i kam minus në jetën time. Në një kohë ku gjithon nëse i dashurim nuk ka këto makinat nuk vlen fare, Shakira më merr bicikletën tonë dhe më çon në Barcelonë e tjerë. Është një këngë shumë e bukur, sugjeroj që ta dëgjoni. Tani filloi Fandej, megjithëse jemi te këngët e reja, edhe Floriani kanë thirrë këngën e re, ë? E dini besoj, unë dhe Fationi kemi bërë një video tani me këngën e Florianit, Eja, e kënduam dhe e kërcyem dhe këtu në Fandej. Sikundër do të kërcejmë edhe do të këndojmë këngë që do të vinë në ditën e sotme, lajmet nga shërbizi juaj kryesisht, ato përgjigjet tuaja interesante në Facebook në të vëllbenja. Dhe me që se jemi në Facebook, tani le të bëjmë një shëtitje. Djem dhe vajzë në rrjetet tona sociale. Është shumë e thjeshtë, një përqen in for life, mjaftoj që të bësh pjesë jona në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë YouTube dhe në website-in të vëpikali. Kemi dhe aty lartë strisha sensuale për të bërë pjesë jona dhe për të përdorur atë 4 gënë Telekomit. Ja, kjo është ngjyra e Telekomit për shembull. Nuk më kombinohet fare me fustanin, po të rëndësika kjo. E rëndësishme është që pjesë të përditshmërisë tuaj të bëni të gjithë paketat e Telekom Albania për të komunikuar me njerëzit që ju doni. E kam thënë, unë nuk besoja në marrëdhënie distancë, akoma nuk besoj, por gjithsesi është Telekom Albania që ju bën të funksionojë një marrëdhënie distancë, dorisht në stop me të në FaceTime, vetëm për baterinë s'di them çfarë do bëni, se paketa që Telekom sjell ju bën gjithmonë më shumë të keni njerëzit më afër. Çfarë ngjyre është kjo? Naina? Okej, nuk e di çfarë ngjyre. Gjithsesi unë kisha veshur një fustan ngjyrë të kuqe sot, apo jo fati thjerë me mua në televizion. Dhe një këngë që i takon fustanit të kuq sapo është lançuar, Red Dress nga Magic, nga ato djem me këngë shumë interesante dhe shumë të bukura njëherë një kohë janë rikthyer me një këngë dedikuar fustanit të kuq. Red Dress që do ta luajmë pak më vonë është Hot on the Day dhe nxehtë e ditës së sotme. Kemi një version shumë ndryshe të këngës Ocean Drive që unë e dëgjoj non-stop dhe e dua shumë. Një cover song që vjen. E shumë gjëra tjera. Pastaj atë këngën Panda, ato dizajner, keni parasysh shumë e suksesshëm është bërë kohët e fundit. Kush e këndon? Ne do flasim me detaje, por këtë që ishte 18 vjeç, 19 vjeç, unë habitat, u shokova gjithë ky talent dhe kaq i vogël. Këto dhe shumë të tjera do t'i flasim sot në Fandej, më duheni vetëm ju aty para ekranit, edhe kënga e parë që është Tiny Tempo dhe Zara Larsson dhe ne filluam. Të bëjmë pak atmosferë, disë në i qërinë e qak magë në shkërpë, çfarë kemë? Po më bësh, okej. Më bësh shenja Fationi Fatma ul fustani, Selena, okej. Po çoj më mirë, të çoj mirë, të bëni një parakalim kështu se ti bër fare parakalime këto kohë. Gjithsesi tek kësaj ne bëjmë një parakalim tek fustani që kemi ditën e sotme që shkon me ngjyrën e plazhit, me flokët shumë të hallakatura etj. Do parakalojmë tek personazhet që sot festojnë ditëlindjen. Së pari një të përshëndesim pak gjithë follower kudo ku janë dhe nëse sot po festojnë, gëzuar dhe sa mirë bëni që festoni pak në 2 orë të ditës tuaj të veçantë me ne. Pse me këtë nga që romantike në sfond apo s'ka lidhje. Në këtë 23 qershor feston Zinedine Zidane, 44 vjetorin, tepër i bukur. Nuk do të thonë sa më shumë kalojnë vitet, ky më interesant duket. Shumë më thanë që është edhe trajneri i Realit aktualisht. Fitoi Reali apo këtë të fundit. Informacioni i për futbollin mbetet në kuota 0. 44 vjetorin feston një të futbollistët më të famshëm për kokën e fortë që ka patur në botrorin e 2006 dhe nisi karrierën kur ishte vetëm 14 vjeç. Për të kaluar tek një pop singer tani jemi në ato yrat e qeta, të ëmbla dhe të mira, po flasim për Jason Mraz, që mua sa për mundet ky djalë mua vjen titulli I'm yours, domethënë më deklarate të fuqishme dashurie, nuk isha dëgjuar ndonjëherë. Gjithmonë me këngë shumë të qeta dhe shumë të urtë dhe shumë të buta, Jason Mraz. Edhe Happy Birthday do ta këndoj sot shumë Happy Birthday, avash. 39 vjetorin feston sot.
për të kaluar tek një këngëtare muzikës soul, si Dafi për shembull, kudo ku ta dëgjosh zër, edhe sigurisht duke ngrënë në një fast food, pak të dëgjosh një këngë e kupton që është Dafi, sepse ka një ndërzrat më unik që ne kemi dëgjuar në gjithë këto vite. 32 vjetorin feston britanikja Bjonde me zërin unik edhe me shumë çmime që ka akumuluar deri më tani. Kështu që gëzuar për gjithë ato që festojnë. Shumë e keni pritur këngën e Butrintit dhe Eleni Furera, po shumë ama nuk lini ditë pa komentuar. Erdhi momenti, është kënga e Butrintit dhe Eleni Furera që vjen tani në Fandi. Një ndër këngët që është bërë virale aktualisht, ne do të dëgjojmë një cover të kësaj këngës që po dëgjojmë në sfond, po pak më vonë, është shumë version interesante, shumë i bukur, do ta ndajmë më vonë me njëri tjetrin. Jam e sigurt do ju pëlqej. Ama shumë e kanë pëlqyer dhe e kanë dashur atë këngën Panda Panda Panda. E dini dhe historinë e këngës që unë fillim mendova për kë e ka ky, po i këndon pandës, ua, njëri që i do kafshës, sa mirë, sa bukur. Në fakt, konotacioni designer sa i takon këngës Panda ishte për një X6, për 2X6 ose X5, një nga këto me X, këto makinat me X, një e bardhë dhe një e zezë, për këtë e kishte fjalën kur thoshte Panda, nuk ishte fare këngë dashurie, ma besoni. Ne sot kemi vajtur për te suksesit të kësaj këngës që është bërë virale dhe është bërë një hit masiv aktualisht në momentin që ne po flasim. Designer, kush është ai që fshihet pas këtij hiti? Ne e shohim edhe me foto, ja kush është djali që bën një këngë super të famshme dhe që është bërë fiksues aktualisht. Është reperi i njohur, pretendohet të jetë një ndër reperat e ardhshëm ku mbi gjitha ka edhe mbështetjen e madhe të Kanye West, vetëm me publikimin audio të këngës pati një sukses absolut ku te i kaloi shifrën e 200 milion klikimeve. Emri i tij i vërtet është Sydney Royal Selby, është vetëm 19 vjeç. Sa po publikua kënga kryesoi në Billboardin amerikan, designer gjithashtu ka shprehur dëshirën për muzikë që në moshë shumë të vogël, ishte 14 vjeç kur e kanë qelluar me armë dhe vendosi kështu që të lindte shkollën dhe të merrte me muzikë si ku ndos me gjithë reperat e kësaj natyre. Ky ishte djali për cilin duhet të dorëtrokasim kur dëgjojmë këngën Panda 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 Panda, që e dëgjojmë tani. E mbani mend sa fiksuse ka qenë kjo kënga, le që u bë hit njerë, edhe këtu në Fandesa sa i kohë nuk ishte ditë që nuk e dëgjonim dhe këndonim, normalisht teksti nuk e kam mësuar, nuk është në gjë e re, nuk e them. Gjithsesi tani më kush do veshi fustane të kuq, t'jeni të sigurt që dy gjërat do i thuhen. Të parë nuk po e them, dhe e dyta do këndohet kënga e Magic që kanë sjell kohët e fundit. Janë rikthyer kështu pasi periudhën e të shkurtër që kanë bërë pushim me një këngë dedikuar fustanit të kuq, Red Dress. Ky është titulli i këngës. Edhe në klip shumë parashtrohet ky fustani se ke vajza të ndryshme me forma të ndryshme trupore që veshin një fustan të kuq. Kështu që çuna është gjithë klipi për ju. Që nga ngjyra, që nga forma trupore, që nga femrat që janë prezente në klip e të tjerë. Ama leitmotivi i këtij klipi është shumë pozitiv, sikundër nga hera djemt e Magic kanë qenë në muzikën që kanë serviru. Bëhet fjalë për vajzën që ka lënë takim dhe është zhvishu non stop, dhe ndërkohë kur zbret poshtë, pasi ti e ke lënë atë të dashur të presë një 15 minuta, i thua vesha të parë që gjeta. Po të shkosh në garderoba, është lëmë se i ka provuar gjitha rrobat e veta, rrobat që i ka marrë bërë shoqës, motrës, komshies e të tjerë. Leitmotivi i këngës dhe fabula ka dhe një fjali shumë të bukur që thotë nuk ka si fustani, por femra që e vesh, domethënë. Edhe të veshur, bukur do dukesh nëse ti je ideale dhe e duhura për personazhin tjetër. Është një band që ka bërë në vitin 2014 gjithë botën të fliste me të sidomos me këtë këngë që ne kemi në sfond. Mbeten akoma në identitetin e tyre, nuk kanë ndryshuar, kështu që Hot of the Day sot është e gjitha për Magic. Edhe këtë këngën që po dëgjojmë tani në sfond, kush nuk e ka bërë? Është e Justin Bieber ky versioni, ëh? Më flisni në e qikë, mos më lini kështu si njeri pa informacion. Kush nuk e ka bërë version të këngën One Dance të Drake, e bukur është të futbollit dhe mund tjetë moto e verës të jo për ta kërcyer dhe në brek së detit. Për moton e verës, për sloganin, për logon tuaj të kësaj vere po flisnim, për fjali që do ta keni non-stop on your mind kështu, donit na e komentonit në Facebook në Vëllbia dhe ju e keni bërë këtë më të mirë. Kush është motoja juaj e kësaj vere? Ne lexojmë tani gjitha komentet e fan lovers që kanë ardhur deri në momentin që ne flasim. Për ta nisur me Ani Den, që që kemi Fatma, motoja ime për këtë verë do t'jetë mos fli gjumë se ke kohë. U vdes për gjumin, për mua nuk vlen kjo motoja dhe ta them unë fan dhe i pa Fatma nuk do kishte kuptim. Sa e bukur, e puth shumë. Grisela thot be lazy, think crazy. Edhe kjo që nga shumë e bukur, duhet ta shënojmë. Duhet të ecësh me kohën, thot Rustem Ruçi. Mirë Linda, thot përshëndetje Fandi, motoja ime për këtë verë është no plan just fun, si kun ke lexuar mendjen. Banush Drangu thot to be always in. Sa moto të bukura pas ke shkruar. Kiara Arilena Kamena, jetoje jetën sot që mos mendosh nesër, e puthim shumë dhe Kiarën. Irina thot hello Fatmush, Zemrush, Arush, e çfarë mund të thotë?
Lepurushe ke haruar. Motja ime për këtë vit do të jetoj jetën sikur të ishte dita e fundit. Bëj qef thot dhe mos e vrit mendje për asgjë dhe ëmbëlsira pafund. Për ëmbëlsira un po vdes. E përshëndet që nga fan lover. Ani thot be cool on the top of the rest thot Orkida. Beje thot free time ends before you think about it. Mos shiko se kush ke qenë, shiko përpara se kush do jesh, thot Pjetër Gjinaj. Ana thot jeta si minutazhi, mbaron pa filluar, akoma kështu që jetoje jetën. Cool for the summer thot Paola, e kam me Demi Lovaton këtu. Ida thot feel champions be champion. Melisa thot chill mode thot. Anduena mota jemi për këtë verë do jetë be happy in every moment. Ndërsa Jesi Troshku thot fol më pak se ç'di. Dhe më pak se ç'tregon. Iliriani thot ai fat me ime e mira në vend. Bravo, kësa ma bën qefin kështu. Mota e me këtë versh jetoje jetën në veçanti me personin për cilin e jep atë. Tani na bëj romantik, çfarë them? Mua fëmin më fjalë kur flasim për kështu dashuri, dhe shmëra dhe tablet, se e kemi me zor. Do ikim të një tjetër këngë? E shohim bashk. One more time before I go. Body like Look at your face, telling me a story. You don't have to be Ta presim pak atë pjesën ku thot hey, apo do kohë të shkoj te refreni kjo kënga se ju e nisët nga zeroja. Do flasim Would you come with me? super, kjo më pëlqen, ulurima. Dhe për gjëra që përtasin. Do flasim për Dafi, për britaniken me zërin super cool dhe super unik, që se festonte të ditëlindjen, hajde numërojmë ca fakte njëri interesante për këtë vajzë, se mua vajzë duket akoma. Emri së cilës artistikisht ne kemi njohur gjithmonë si Dafi, ama edhe kemi ngatruar me Dafinën tonë her pas here, pse jo, mund të keni thënë në fillim që kjo Dafina jon kopjoi atë për nga emri, se vdesim ne që tua hedhim fajin palës tonë. Gjithsesi Dafi emri në vërtetë ka Ami An Dafi dhe kështu zgjodhi një artistikirt. Gjatë kohës që u bënte tentativa për të bërë pjesë të tregut muzikor dhe mirë bëri që i bëri gjitha këto, ajo punonte dëshmia këtu që nisi nga zero, ja punonte si kamariere në fakt, edhe jo vetëm kaq, ka punuar edhe shitse në një dyqan të rrobave të dorës së dytë, të rrobave të përdorura të ndryshme. Gjithashtu, gjërat nisën të bëheshin serioze sa i takon muzikës kur ishte vetëm 17 vjeç, dhe spikati kështu një talent show që funksiononte dhe ekzistonte në atë kohë, që ishte si motra e X Factor, domethënë gati i njëjt me këtë format, por nuk ishte X Factor se nuk ekzistonte në kohën e Dafit. Ka edhe një motër binjake që shpesh është bërë edhe headline për tituj në portale të ndryshme. Motër binjake emri i cilës është Katie Ann, dhe kur ishte vetëm 13 vjeç, shteti vendosi në një shtëpi, ka pas një fëmijëri deri diku të vështirë, vendosi në një shtëpi nën security, sepse ishte dashura e një erkut, është shumë komplikuar kjo historia me Gjorgji këtë telenovela, më thënë, madh ish gruaja e babit e një erkut, shkoi të vriste këtë dhe antarët e familjes Dafi, dhe për këtë arsye shteti i mori dhe i vendosi nën mbrojtjen e tyre. Dhe këtë e ka treguar një intervistë dhe ka treguar që nuk ka qenë absolutisht as pak e lehtë fëmijëria e saj, po ama kishte një gjë që nuk zbeheshte kush, ishte dashuria dhe pasioni që kishte për muzikën. Gjithashtu kur ishte vetëm 11 vjeç, kur e ndoren nga kori i shkollës e përjashtuan, jo sepse nuk bënte, o pikërisht se bënte më shumë se duhet, kishte zërin shumë të lartë dhe nuk shkonte përshtat me antarët e tjerë të korit që kishte një zonjë 11 vjeçar, pa çka se Dafi ishte shumë e talentuar se kaq asë kohën. Banda saj e preferuar e të gjitha kohërave është Kings of Leon, po gjithë ju që preferoni shumë Dafin, po shumë ama ne sillëm tani me Mercy. Ti duhet vish më shpesh, se sa vjen ti vendosi këtë bukur në fond, çka ka ndodhur? Definitivisht. Po pra, të gjithmonë me këmbë të djathtë, me sa kam kuptuar. Mirë se erdhe Ingrid, jemi sërish, për të na rifreskuar me këto filmat e rinj që do vinë, dhe çfarë bëhet. A mund ta bëj një pyetje? Po plasun, çfarë është kjo? Që më ke sjell. Si e kemi rregullin te pjesa e dytë, se diskutojmë këtë pjesë. Për ty, mos ki merak. E di fiks, unë gëzova shumë që zgjodha këtë ngjyrë, se kishim edhe ngjyrë tjetër, po fiks. Me vërtet? Sa qef. Po nisi një pjesë që gjithashtu e pres shumë, si njëri që vdes për dhuratë dhe për surpriza, edhe filma që ti më tregon. Patjetër. Jepi. Pjesë e paketës janë dhe ashtu normalisht. Neve tani është kjo periudha e verës, ndryshe nga vitet e tjera në fakt. Kam bërë që këtë vit ka tituj shumë më të mirë se sa zakonisht. Më përpara Hollywoodi ka pasur një strategji që si duket pjesën e verës e linda me filma pak më të dobët. Këtë vit tituj që po na vinë janë vërtet shumë interesant dhe intensiteti është pothuajse njësoj si gjatë dimrit domethënë. Për ne ky sigurisht është sezoni i ulës, dihet. Sidomos për ne në Shqipëri që kemi detin afër edhe kemi këto facilitetet tona. Këto hallakatjet. Këto detajet tona, po gjithsesi për neve është një periudhë që ka gjithsesi filma të mirë. Për shembull, unë të fola pak radhën e kaluar, kishim edhe kemi akoma Central Intelligence që është film i mirë.
kemi Angry Birds, kemi Finding Dory tashmë, që ishte shumë i bukur. Me vërtet e pe, ë? Money Monster, tjetër Conjuring, filmi horror, ka pasur kritika dhe review shumë të mira. Do të thënë kemi një seri filmash që janë vërtet të mirë, edhe të kategorive të mira. Unë pëlqej shumë kur në kinema vjen ai momenti kur kombinohen dhe ka një balancë të mirë të filmave, qoftë aksion, qoftë fantazi, qoftë për fëmijë, domethënë për çdo shije, është shumë e rëndësishme kjo pjesë. Vazhdojmë tani me titujt e tjerë dhe sot në fakt, se u kujtova tani. Çfarë ndodhi? Sa herë më ke pyetur për film romantik? Kemi një sot. Gjithmonë. Çfarë? U do ju gjen tani. Kemi një sot. Kur fillon çfarë ore? E kam përmendur në fakt, është ky Me Before You, është një komedi romantike me këtë vajzën që luan te Game of Thrones, që luan atë maman e dragonëve Daenerys Stormborn. Është bjondja e bukur Emilia Clarke. Po. Është aktore kryesore te ky film. Edhe nuk e kam parë sot del, po historia është sigurisht romantike. Në fund, kjo është surpriza. Po, pra ja. Lëre pakun tani. E lam, fix. Edhe përveç kësaj ti e di që ne kemi gjithmonë edhe këto Ladies Night ose Men's Night, edhe sot për Me Before You kemi edhe organizuar një Ladies Night në orën 7:30. Si gjithmonë kemi ato surprizat tona, diçka për të pirë, në një dhuratë të vogël nga partnerët që kemi zakonisht, dhe ajo ceremonia e vogël përpara se të transmetohet filmi si gjithmonë, për të mos bler vetëm biletën e për të parë filmin, por për të marrë edhe diçka më shumë. Përveç kësaj Me Before You, kemi edhe dy filma të tjerë që dalin sot që janë goxha interesant. Një është Independence Day. Independence Day është një film fantastik shkencor që i pari ka dalë në 96, nëse nuk gaboj, dhe ka qenë në fakt filmi i parë. Unë kam një ndjeshmëri të veçantë tek ky film, sepse ka qenë filmi i parë që unë kam parë në kinema. Kam qenë në Itali dhe isha e habitur, sepse ky në ato kohë ka pasur efekte speciale të jashtëzakonshme. Edhe ishte kështu wow. Në mrekullie, kështu që sot del dyshi, pas 10 vjetësh. Çfarë emocioni edhe ti. Edhe jam me zor po e pres në fakt. Sigurisht është science fiction, është me alien që tentojnë të uzurpojnë edhe një herë planetin tonë, pa do ja dalim apo jo. Paka shumë historitë deri aty rrotullohen, ose nuk kanë ku të shkojnë, por ka një kapje ndoshta pak më ndryshe. Edhe tjetri është një thriller psikologjik, quhet Backtrack. Ky në fakt tregon historinë e një psikologu i cili zbulon disa të fshehta në mendjet e pacientëve të tij që në një farë forme bashkohen edhe me të vërtetat e tij. Të them të drejtën, është nga ato filmat që mua kur e shikoj ndoshta nuk më bën të vrapoj në kinema, por jam e bindur që edhe nga kasti dhe nga detajet e tjera, jam e bindur që mund të jenë filma vërtet shumë të mirë. Dhe ka, siç thash, ka për të gjithë, ka fantastikë shkencor, ka thriller psikologjik, ka komedi romantike, çfarë të duash. Kështu që kemi vërtet një javë të mirë. Edhe javën që vjen pastaj kemi filma të tjerë të mirë, siç është Bigger Splash, që është një tip drame, komedi, po me aktor shumë të mirë, me Dakota Johnson, me Ralph Fiennes, Tilda Swinton. Domethënë, ka prap tituj që ja vlen që të përmendet. E pastaj kështu me radhë. Do flasim pak nga pak. Tani në urgjencë shkëputemi se është pjesa e surprizave për pak. Ikim. Tani më kujtua nga Selena, pash një video shumë të bukur në Instagram të Dalina Anabeli, aty e pash ajo e kishte nxjerrë, më pëlqeu shumë, të drejtën ishte Selena me një vajzë të vogël që po kërceni shumë bukur atë këngën I Love You Like a Love Song. Më kënaqi, domethënë njerëzit i shikoj si sillen me fëmijët dhe aty kuptoj se sa të mirë që janë. Dhe gjëja më e rëndësishme këtë botë është të jesh gjithmonë fëmijë në shpirt. Këtë justifikoj dhe vajzën kupton në fazën nuk urrit e kurrë, prandaj e them këtë, që duke mirë unë së pari. Tani, një këngë që është e bukur duket gjithmonë mirë. Dhe nëse e këndoj që jam katastrofë në të kënduar, po jam e vetmja, kënga duket më të vërtet bukur nëse është një këngë e mirë, siç është Ocean Drive, për shembull, një super hit, një hit masiv. Verën do ta personifikojmë me këtë këngë, njerëzit jeni shumë të sigurt. Të shkojnë në çdo moment të ditës nëse e dëgjoni një super aktiv dhe të pëlqen. E risjellëm në një version shumë ndryshe. Jemi në atë habitatin e cover song ku nga hera ne sillim këngë për çefin tonë që i këndojnë njerëz për çefin e tyre. Është një këngë që po flas për Ocean Drive, që janë numëruar shumë cover në momentin që ne po flasim.
është preferuar nga artistët, nga dëgjuesit amator dhe nga ato që bëjnë cover në YouTube, siç mund të jenë femra, nga hera grupe muzikore, por edhe djem. I radhës është një djalë me emrin Kodali, i cili e ka shndruar këngën në një cover akustik dhe shumë ndryshe nga që jemi mësuar ta dëgjojmë nga herat. Rezultati ka dalë shumë i mirë, ka marrë shumë komente pozitive nga dëgjues të shumtë, edhe klikime ndër të tjera. Është Duke Dumont, do t'i themi tani pusho pak, se është koha për Kadali dhe Ocean Drive në versionin e tij. Sot nuk pasaj që i për mua këtë koktuku, vetëm më vi njerëz dhe zënë koktukun. Gjej Sara, mirë se erdhe në Fan Day për të parën herë, po kjo zë thot që është e fundit, se me sa di unë nuk është e produksioni i parë dhe i fundit kjo që solle ti. Jo, absolutisht. Mirë se erdhe, si e? Mirë, ti si e? Si u zgjove sot njërë, se di që ti qenë pak gjumashe, me sa mora vesh nga që... Jo shumë mirë në fakt, sepse dje kam studuar, edhe kam qenë pak me një koke, por gjithsesi se sot bëka. Je në provime? Po, jam në sezon për momentin. Që do thot ti je studente? Po. Tani pyetja ime është edhe kjo tjetra se mamat janë të interesuar për çfarë studion? Për komunikim dizajn. A të pengon kjo për të ushtruar këtë pasionin tënd të madh tjetrin që është muzika? Jo, nuk më pengon. Nuk mund të them që më pengon, për faktin sepse mundohem që të gjej kohë që të dyjave, sepse komunikim dizajn është një lloj shkolle e cila ka të bëjë shumë edhe me komunikimin mes njerëzve, ama futet edhe tek arkitektura. Po ta mendosh mirë, arkitektura dhe muzika nuk kanë shumë lidhje, po sepse më shumë është e projektuar për matematikën, ama më e prerë, më eksakte. Po, më eksakte, ama ka një bazë të fortë që është arti. Edhe në arkitekturën e pikturojmë, bëjmë kreative do t'jesh dhe aty, edhe te kjo tjetra. Gjithsesi gjej kohë për të dyja, besoj. Kjo është e rëndësishme. Tani të dashur ke? Ta bëjmë këtë? Jo, jam single. Dhe nisa dhe nga fillimi unë me pyetje bombastike. Nuk je aksidentalisht si një ndër hyrjet e reja në treg, sepse ti prej vitesh tani më ke qenë pjesë e kompeticioneve shumë të rëndësishme muzikore, të tipit X Factor apo The Voice. Unë mbaj mend që në X Factor ti ke spikatur me një bandë muzikore. Zgjodhe kështu që të vije vetëm. Ishte kjo një zgjedhja jote, kështu duheshte, nuk funksiononte si Jo, në fakt kur kam vajtur në X Factor kam vajtur vetëm, pastaj gjatë kohës u bëra grup. Në momentin që unë kam punuar shumë edhe me grupin, të thënë drejtën, por në një moment të caktuar mendoja që nëse do veproja me grupin, do më duheshe shumë punë. Sepse isha unë lideri i grupit dhe më duheshe gjatë gjithë kohës që unë t'i mblidhja vajzat. Edhe isha shumë e lodhshme të merr një përgjegjësi për 3 veta të tjerë, plus vetë jam pak e papërgjegjshme. Këtu të kuptoj shumë mirë. Edhe te gjumi gjithashtu të kuptoj shumë mirë, kështu që kur të duash mund të shtrihesh edhe këtu. E kam marrë për këtë arsye kaq komod. Në momentin që vetë nuk jam shumë strikte, në momentin që kam edhe 3 persona të tjerë për shumë për t'i menaxhuar ose për t'i kontrolluar, më vështirë edhe bëhem pak më rrep, më eager, edhe pastaj fillojnë edhe njerëzit pastaj nuk të kanë shumë qejf. Po mirë, që të këndosh, unë jam katastrofë mirë, dhe ndush po të mendoj ndalon ujë, me imagjinoje vetë. Të këndosh duhet të këndosh, jo të mendosh si kur ti të këndosh, që po ndodh kohët e fundit. Shumica e kanë edhe genetike. Ti ke ndonjë person në familje që këndon? Jo, në fakt nuk kam asnjë në familje të cilët nuk kem pasur një talent. Në fakt ishte thjesht rastësi që unë zbulova. E kam filluar nga një kurs kitari dhe një kurs piano. Kam bërë disa koncerte, pastaj gjatë kalimit të kohës, nëse ti fillon që e vogël, duke u marrë me një instrument, domosdoshmërisht do të mësohet muzika, do të mësohet veshje me atë tingullin, me atë notën. Normalisht është edhe pjesa e talentit, pjesa... Amaritet kështu intensivisht. Si, më falë, po. Pse të erdhi nuk të gjuhën? Jo, nga që jam së gjithë kohës duke thënë si. Unë duke dhe si këta që thonë s'di më shqip. Po të shqip. Edhe ne që bëjmë si kur flasim shqip, se që përfshim ca gjëra, kështu që je trendi, ma beso. Je shumë in. Okej, në fakt një pyetje që dua ta bëj kështu haptas i farë është tani që ti ndajmë gjërat, muzika është profesion apo pasion për ty? Biznes. Që do të thotë? është padyshim është pasion, sepse bësha kasa nuk është pak edhe biznes, po jo shumë, sepse mund edhe ta interpretoj. Po mendimin tim është pasion për faktin sepse e kam ndëruar gjithkohës. Kam ndëruar gjithmonë që të kem në një koncert, performoj pavarësisht se nuk më kam munguar koncertet, edhe pa bërë këngën, gjatë X Factorit dhe The Voice-it kam pasur shumë me shumë, po, kam kënduar në shumë koncerte, me shumë të njohur.
Edhe kjo ka qenë në fakt nga këmbgulja ime, sepse isha gjithë kohës, nëse bëshe një koncert në qytetin tim, unë duhet isha aty patjetër. Edhe në momentin që ne na shikonin, sepse unë kam punuar shumë me vajzat e X Factorit, në momentin që na shikonin, ju pëlqente stili që ne kishim, edhe na kërkonin të këndonin edhe në qytete të tjera. Ky ka qenë një turne që unë kam bërë për gjatë një viti që më ka ndihmuar. Të them të drejtën, po dua të them që është pjesë këmbgulje, pjesë dëshire, edhe nëse ti ke dëshirë, ke vullnet, ja del. Kjo është shumë e bukur, mos dua të flas më pas kësaj që the ti. Ama pak më vonë do të flasim për këngën tënde të parë që ke sjellë, për të folur edhe më në detaje për krijimin e saj nga Aja tek Gjoja, kështu që shkëputemi për pak. Ose nga shumë më shkonja, do mësën e ke gjakun e ëmbël. Se dhe më kështu justifikohem sa herë vjen vera se dhe unë jam do mësën tatu natyrore. Gjë që kam është fakti që nuk nxiem kur, jam gjithmonë shumë e bardhë. Qa thua? Skuqem ndoshta apo për të nxjerrë. Edhe më shkonja ti kam gjithë kohë me vete. Tani ti ke sjellë këngën tënde të parë, do jesh non stop në studio gjatë verës me koncert apo do bësh pushime? Su di që artistët nuk para bëjnë pushime. Jo, ke drejt, artistët nuk para bëjnë pushime. Edhe unë mendoj që nuk do kem pushime, kam një tip agende goca të ngarkuar për këtë verë që vjen. Shpresoj që të jetë e suksesshme, është kënga ime parë, edhe shpresoj që të pëlqejë sa më shumë, se në momentin që diçka është e re, probabiliteti për të pëlqyer ose për të bërë direkt boom, le të themi, është i vogël. E kupton? Duhet bërë diçka shumë të madhe, një punë shumë të lodhshme për nxjerrë diçka shumë vogël, pastaj nëse ta vlerëson apo jo është pjesë tjetër. Deri Sara, rri sa më larg është titulli i këngës. Do më tregosh pak sa kohë fshihen pas këtij projekti, si u bë gjëja, si ndodhi, kush? Nuk është një kohë shumë e gjatë, të drejtën. Është një periudhë e shkurtër kohore për mua, sepse jam thuar gjithmonë që një videoklip do një kohë shumë gjatë për të punuar, këto do 2-3 muaj. Unë kam arritur ta bëj për 1 muaj, fal Elgidit, producentit, edhe një mikut tim. Ama kush e mendoi këtë fabull kënge? Atëherë, personi i cili e ka bërë tekstin është Edian Gjoni, është miku im më i mirë, i cili më ka ndihmuar pafund. Edhe përshëndes. Mund ta përshëndesësh se e ke aty, domethënë. Okej. Ideja ishte e Edianit, ai e mori përsipër që ta bënte tekstin. Ediani ka një gjë që nuk ka bërë tekste për asnjë. Çfarë thua? Ishte herë parë? Ishte hera parë. Okej. Edhe shkruan vërtet shumë mirë. Ka një fabull të lezetshme kënga, po që nuk ka të bëjë me mua, sepse në përgjithësi kur ja kam treguar edhe mikeve të mia. Unë do të pyesja. Direkt më kanë thënë, ti ke qenë e lidhur." Ishte ky që i thuari sa më larg. Po pse i thuari sa më larg? Shiko, problemi është te fabula qëndron që unë jam e lidhur me një person. Edhe ky person njëkohësisht mua ka një lidhje tjetër, paralele. Pra unë jam një lidhje të dyfisht, edhe unë nuk e di. Në momentin që unë e marr vesh, unë nuk e largoj për momentin, ama filloj ta provokoj dhe ta shoh se deri në qa niveli do të shkon. Ai shkonte tek ajo, vinte tek unë, më fal. Vinte tek unë, sa ai nuk e kishte atë, edhe kënga thotë që ti kërkoj aromën time, sa ai që të mungonte ajo. Në momentin që unë e kuptoj që ky po luan një lojë, edhe unë jam pjesë, unë në këtë rast isha stoli rezervë, i them që tani unë kam më kohë për ty. Kështu që rri sa më larg. Edian, ty të ndodhi kjo historia? Meqense e ke shkruar vetë. Okej, më intereson të di. Kjo është një gjë e mirë. Më intereson të di në fakt dhe kjo pjesa tjetër. Ti do vazhdosh qëndrosh në këtë zhanër muzikor? Okej. Për momentin do vazhdoj, mendoj që do ta bëj edhe një këngë në këtë stil, sepse është stili që për momentin në Shqipëri pëlqejt më shumë, sepse është stil që mund ta dëgjosh në pube, në beach. I kërcyeshëm, që është më e rëndësishme. Po, është i kërcyeshëm normal, edhe është stil që mund ta dëgjosh edhe duke pirë një kafe në det ose në lokale që dëgjohet shumë zhurma. Ama jam shumë e sigurt që do eksperimentoj edhe me zhanra të tjerë, me modele pak më ndryshe, të jetë pak më stil. Kam edhe 2 projekte të tjera në fakt. Nuk është se unë do ta lë me kaq. Kam 2 projekte të tjera, njëra është një këngë tjetër, që ne kemi vazhduar me punimet, me gidin. Edhe mendoj që do jem edhe pjesë e këngës magjike, ku aty jam komplet në një stil komplet tjetër.
Edhe jena atë gjën që ti ta bësh mirë të këndosh lart që shumë e rëndësishme. Tani, po mendoja diçka në fakt. Si kundër rëndon me shumë artistë të rinj, është e vërtetë ti je pjesë e tregut dhe të futesh kështu bam bam. Një rrugë e lehtë që ato gjejnë është të bëjnë bashkëpunim me një emër po kaq big dhe kështu disi janë e kanë më thjesht për të bërë pjesë e medias apo e tregut muzikor. E kishe menduar ti dhe pse nuk erdhe me një bashkëpunim? A nuk do ta kishe më të lehtë? Mbase do ta kisha më të lehtë, por gjatë gjithë kohës, për mendimin tim, të gjithë çka kanë ardhur me bashkëpunimet, edhe mbahen mend. Nuk do të përmendoj emra, mbahen mend. Ja, Fatma bashkëpunoi me Sarën. Po, Fatma bashkëpunoi me Sarën, ama Sara bëri Fatmën. Jo, unë do ta provoj një herë vetëm. Unë jam Sara dhe do të shikoj se sa sukses kam unë vetëm, sepse mua nuk mund të më bësh ti. Unë bëj veten. Nëse unë kam një stil, do vish ti tek unë, jo unë te ty. E kuptoj. Janë shumë raste që kanë ndodhur, e kupton? Sepse njerëzit në përgjithësi nuk kanë shumë besim për artistët e rinj, por në momentin që ti merr, i punon, kuptoj që ata mbase mund të jenë shumë më të mirë se ai që ti ke vlerësuar. E kuptoj. Okej, tani si në fund që jemi, më trego të vërtetë ne do ta shohim, do ta dëgjojmë bashkë këngën. Sa herë ke dëgjuar deri më tani? Po, pafund. Në vërtet. Po do të them jo vetëm unë, po edhe shoqëria ime që në momentin që nuk ishte e mbaruar dhe unë që kisha 2-3 mikë të ngushta, edhe që ju tregoja për çdo detaj, kupton? Ishin gjatë gjithë kohës duke e dëgjuar, edhe sot e kësaj dite mbase jo shumë njerëz dinë ta këndojnë këngën, unë kam plot video me shoqërinë time që e din këngën nga fillimi deri në fund. Jam shumë e lumtur. Që është një gjë shumë e mirë. Sara, unë të falenderoj shumë që ishe, edhe të uroj shumë sukses në çdo projekt kësaj natyre. Kështu me energji dhe pozitivitet, ardhi gjithmonë. Shumë suksese. Ne ikim për pak dëgjojmë këngën e Sarës. Çfarë do bëni sot pas dite? Çfarë do bësh ti Fatjon sot pas ditës? Nuk të pyeta. Megjithëse erdhëm bashkë këtu, ikim bashkë. Okej. Po ti nuk më ke bërë byrek, kështu që do ta mendoj këtë gjë. Nuk më keni sjellë bërë byrek, kështu që unë vi nga fundi botës dhe nuk më gjeta ndonjë byrek në një gjë. Gjithsesi, nëse mami im po më shet dua byrek sot dhe dua ta shoh Greenhouse-in në orën 17:00 duke ngrënë byrek. Do ishte perfekt. Sa më mbaroj fan deri vjen puntata e radhës e Greenhouse për të parë aventurat e me të vërtet adoleshentëve shumë talentuar dhe inteligjent mbi të gjitha. Një dokumentar shumë interesant vjen sa u takon stuhive natyrore, fenomeneve të natyrës, për të mos u humbur sot në orën 18:00 dhe në orën 19:00, thon ndryshe në orën 7, se unë nuk di pse nuk i kuptoj këto shifrat kështu në versionin qytetar. Vjen i ndahut me këngët më të reja të hip-hopit dhe artistët më të mirë dhe më in të momentit. Nuk mund mungojnë çunat, është e njëjtë sot është parlamenti, do bëjnë ato rezumen e parlamentit në mënyrën e tyre, pak serioze në kul. Është Rudi dhe Mateo që ju presin të darkën ta shpenzoni me ta në 22:00 për të folur për shumë gjëra edhe për kombëtaren madje. Dhe në orën 21:30 në Cinefan është ditari një djalë frikacak me aventura të papara, gjëra shumë të bukura, ka mbaruar vera, ky do shkojnë në shkollë pastaj, as ka një vëlla shumë trazovaç që ja bën jetë të pamundur etj. Shumë i këndshëm që do t'ua bëjmë mbrëmjen e kësaj dite, akoma dhe më të bukur për të mos u humbur 21:30, ditari një djalë frikacak vjen në INTV për të qenë in for life. Tani na duhet pak rëmuj, na duhet pak chaos, na duhet pak dafin dhe na duhet pak na. Kjo është kënga e shohim. Okej, ne jemi në fund të Fan Day dhe për ditën e sotme mbaruam. Shikoj si pa kuptuar, bap iku, po vjen Greenhouse apo të mbarojmë ne, kështu që mos e prisni mendjen. Faleminderit që të sot ishit me ne, ishit fan lover super aktive në ditën e sotme. Tani, do bëjmë një parakalim në sensual të strishave, që na nisim nga ajat, përfundojmë tek zhëja, kështu që pa çka se Fan Day mbaron, është e rëndësishme që tani në verë që nuk është se kemi shumë gjëra për të bërë, le të jemi in for life edhe duke bërë pjesë rrjeteve tona sociale. Do bën 2 ditë që unë harroj të them që ju duhet votoni këngën tuaj të preferuar. Përpos gjithave ne kemi chartin muzikor të këngëve më të mira të javës. Nga vendi 10 tek vendi i parë jeni ju në në sajt të votave tuaja në intv.com/top10 që vendosit të votoni këngën tuaj të preferuar shqiptare. Kemi shumë new entry, shumë këngë të reja që mund t'i votoni dhe madhomendja playlista muzikore kësaj javë do të jetë totalisht ndryshe, kështu që vazhdoni dhe votoni në intv.com/top10. E të premten këtu në Fan Day ne sjellim Top 10 Like Ship dhe të dielën në orën 10:00 në In Radio me mua do të kalojmë sërish të jetë këngët më të mira të javës sipas votave tuaja. Kështu që e bëni edhe këtë detyrë. Ndër të tjera ne sot po flisim për moton e kësaj vere dhe Klea thot haj Fatma, motoja ime për këtë verë është enjoy every second of your holiday. Bleona thot haj Fatma, motoja ime është keep calm dhe love butrin ti meri. Dritjeta thot haj Fatma, relax në maksimum duke parë Fan Day-sën shtator fillon shkolla dhe be happy mos ja varr çfarë thon tjerët. Lorela thot mos hiq dorë nga objektivat e tua sepse pa ëndra s'ka jetë. Lufto gjithmonë për atë që do, thot Ornela. Fationa thot my mind never sleeps. Bëj qef sot se kur të plakësh s'ka më qef, thot Mario. Çdo etape ka qefin e tij. Eni thot krijohesh jo momente të paharrueshme, ji vetja puç, thot Bona, puçet e ty Bona.
Beza do dotra qefi. Klevisa do taj Fatma, do doja të takoja këtë verë, më të jeme këtë verë që jetoj jetën se je shumë e bukur. Okej, Greta thot haj Fatme je shumë e mirë, moto e verës është bëj qef sa je e vogël. Po. Ndërsa Klergi prit thot, u bën 100 herë që kam komentuar dhe nuk ma ka lexuar emrin. Okej, Klergi Kici. Ky është emri. E përshëndes shumë dhe kërkoj shumë falje që se kam lexuar. Po nejse. Motoja ime për këtë verë shijoj ditët e verës se në shtator fillon shkolla. E përshëndes dhe e puth shumë Klergin. Arbër Vrapi thot jetoj të sotën sikur mos ketë të nesërmen. Ata thot jeto se ndoshta e takon dhe di titullin tënd kur gjeli të bëj vestë. Jo, shumë e vërtet. Ai kam dashur unë Enrique Iglesias, domethënë që 14 vjeç, se kam egzageruar tani. Më në fund nuk t'ja mori më 22 vjeç do të takoja. Eni Dona thot motoja ime është jeta është pasuri vlerësoj, jeta është dashuri jetoje, mister zbuloje, ka bërë atë citatin e Nën Terezës. Me qëra fjallë, unë pa shpinë e Nën Terezës në Shkup, ma treguan, edhe ishte shumë bukur. Tani, a i thamë të gjitha, kemi harruar një telekom për ta marrë në telefonin ton, ja, prandaj edhe telefoni është më rëndësishëm kur ti ke telekom të bëjnja aty brenda. Janë paketat shumë të ato që të bëjnë gjithmonë më shumë të komunikosh me njerëzit që ti don, për të cilët gjithmonë më shumë afër. Ky është rrjeti që na bashkon në Europë, kështu që pa telekom të bëjnja nuk ka kuptim dita dhe pa 4G që vjen për herë të parë në Shqipëri. Bëni qef sot, takojmë nesër.